Gjatë tyre 3 ditëve të fundit, pejgamberi alayhi salatu mos po del në xhami, s'po mundet më u fal. Edhe thot Aisha radhiyallahu anha, po më thot një ditë, thuj Bilalit le ta thirrë ezanin. Edhe thot Bilali po e thirrë ezanin, pejgamberit alayhi salatu wasalam u alevanos i rot fikt për dhimbjeve që i kishte. Pastaj thot u kthjell. E unë po ja fërkoj ballin me ujë, edhe po thot u falën njerëz, a kanë falë namazin hala? Thot jo, janë të prit tyje. Pastaj thot tu bogoti me dal i rot fikt u alevanos prap. Edhe thot Aisha radhiyallahu anha, sahabët s'pohin namaz, tu e prit pas pohin pejgamberi alayhi salatu wassalam, prap ja lojta ballin edhe u kthjell, tha falën namazin. Thot jo, se në falë hala, po të presin tyje derisa pas alivanosës tret, thot le të falen se s'moj me dalë. Po pra, namazin me cilin ishte i lidhur pejgamberi alayhi salatu wassalam shumë ngushtë gjatë jetës, edhe porosin e fundit e ka namazin, rune namazin, kujdesuni për namazin, po e ka dert mas alivanosës se a janë falë, muslimanët as janë falë, apo i kushtojnë kujdes dhe rëndësi namazit, apo po e lanë ata mas dore, mas i që i nuk jam une me ta. Pastaj i thot Aishës, thuje Abu Bekrit le del imam, s'po muj me dalune. Aisha radhiyallahu anha thot, oj dërguari Allahu, te din që Abu Bekri s'mundet mu falë. Abu Bekri shumë i butë, edhe nuk mundet me qu namazin deri në fund për shkak të qajtnës se shumë që e bën namaz. Thot, po ti tham dikuj tjetër, thot, thuj Abu Bekrit le t'ju del imam njerëzve. Hapet Aisha thot, oj dërguari Allahu, te din Abu Bekrin që s'mundet me përfundu namazin ai kur këndon Kur'an. Thot, thuj Abu Bekrit le del imam, le t'ja u fal namazin. Derisa në fund thot, refuzon Allah dhe i dërguar ti vetëm se Abu Bekri duhet me ja fal namazin muslimanëve. Aisha radhiyallahu anha thotë, nuk i kisha për diçka, po e kisha dertin se çai njeri që do ta zaventësonte pejgamberin alayhi salatu wasallam në pozitën e tij, më të vërtet do të shihej si njeri i mangët, sepse po zaventës kushdo që të jetë ai, ndoshta Abu Bekri ndash kushdo me qenë, do të jetë njeri i cili do të shikohet me sy të mirë, sepse e ka zaventësu pozicionin më të mirë, ka zaventësu njeriu më të mirë. Pra pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe Abu Bekri falet gjatë këtyre 3 ditëve, ose 2 ditë e gjys ja u fal namazin sahabëve si imam. Gjatë këtyre ditëve një ditë, këtyre 3 ditëve të fundit, një ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam e nin veten më të lehtë. Edhe e thirr Abbasin, edhe Aliun radhiyallahu anhu, të dy të kapin për krah edhe futet në xhami. Kur futet në xhami, sahabët janë tu e fal namazin, Abu Bekri imam.